Dikur numri 2 i qeverisë Edi Ramës, por raporti mes tyre her pas here duke sikur pësonte krisje, ashtu siç ishte zhvendosja nga Divjaka në Tiranë, që Erion Braçe nuk e priti fort mirë. Si keni raportet me të sot? Ju pyes se në prezantimin e kandidatëve për deputet të Tiranës, ajo që më bëri përshtypje është që i vetmi që i dha një përqafim shumë të ngrohtë ishit ju. Ishte ndoshta një lloj shfaqësimi që ju hoqi apo një lloj mënyre për t'ju kërkuar falje? Jo, nuk ka as shfaqësim as falje të tjera. Shiko, unë dhe Edi Rama sikur raporti ishte i ngrohtë. Kemi marrëdhënie që është bërë mim lart e poshtë, domethënë për ato që unë them për këtë marrëdhënie. Si 3 muaj flasin, 3 muaj s'flasin. Por natyrisht është një marrëdhënie konstante pune që evoluon. E shtrirë në lagjet kryesore të kryeqytetit, si Bloku, Selita, Komuna e Parisit apo Rruga e Kosovarëve, njësia numër 5 është njohur historikisht si një bastion i majt. Sa banor ka kjo zonë, pra territori që ju mbulon? 125.000 banor. Zgjedhjet 2021 ka marrë diku ke 20.000 e pak vota. 20.000 e pak vota. Sa synoni ta rrisni se që besoj e keni me rritje objektivin patjetër? Ne synojmë çdo vot të njerëzve që besojnë tek ne. Unë do marrë çdo vot mundshme për Partinë Socialiste edhe për deputetin. Mirë? Takimet me qytetarët i ndërpresim përkohësisht. Hajde, na pri.